Përshëndetje të nderuar shikues, nisim edicionin në orës 17 këtu në RTS2. Mesnata shënon nisjen e heshtjes zgjedhore në Shqipëri që duhet të zbatohet deri në përfundim të votimit të së dielës. Sa kaq në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, numri i lëvizjeve në fundjavë pritet që të shtohet me ardhjen e migrantëve për të votuar në AD. Për këtë të dy palët kanë marrë masa për shtimin e sporteleve që të mos krijohen radhë në pritje. Në pikën e kalimit kufitar në Kapshticë, situata pareqitet e qetë, ndërkohë janë marrë të gjitha masat që nëse do të ketë fluks kalimesh në fundjavë, të mund të përballohet pa krijuar radhë në pritje. Burimet zyrtare nga Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit bëjnë me dije se gjatë 24 orëve të fundit, në këtë pikë doganore janë regjistruar 2155 shtetas në hyrje të shtetit shqiptar, ndërsa drejt shtetit grek kanë udhëtuar 2114 shtetas. Autoritetet doganore bëjnë të ditur se ky është një numër kalimesh më se normal, ndërsa janë marrë masat për fundjavën. Bisedime janë kryer dhe me palën greke dhe është rënë dakord që të shtohet numri i sporteleve nëse do të ketë shtim të fluksit në fundjavë për shkak të ardhjes e emigrantëve në AD për të votuar. Nga pala shqiptare janë në gatishmëri 7 kontrollor dhe 8 nga pala greke, të cilët do të vihen në dispozicion që të mos krijohen radhë në pritje. Edhe pse emigrantët kanë pasur mundësinë e votimit në shtetin ku jetojnë, ka dhe prej tyre që pritet të vinë për të votuar në Shqipëri. Në qarkun Shkodër, 8 komisionet e administrimit zgjedhor kanë bërë gati materialet për t'i shpërndarë drejt qendrave të votimit. E para në Shkodër, nis KZZ-ja numër 2 e vendosur në Pallatin e Sportit, e cila ka 106 qendra votimi nën administrim. Në qarkun Shkodër, 8 komisionet e administrimit zonal zgjedhor kanë bërë gati materialet për t'i shpërndarë drejt qendrave të votimit. E para në Shkodër nisi KZZ-ja numër 2 vendosur në Pallatin e Sportit, e cila ka 106 qendra votimi nën administrim. Jemi në 2-3 gjanat e fundit që mund të kenë ketë pak gjëra, kështu që jena gati, presim thjesht vetëm komisionert, sepse që kemi njoftuar më përpara, në orën 12 fillon shpërndarja bazë materiale për zonat e largta. Besoj që jemi gati të shpresim vetëm kur të vinë komisionerët që të bëjnë tërheqjen e bazës materiale. Ka patur disa tërheqje të komisionerëve në komisionet e qendrave të votimit, por të cilet më pas sipas hiçit janë zëvendësuar duke mos krijuar ngërçe në procedura. Janë të formuar, mund kemi disa qendra që mund mungojnë 1 ose 2 anëtar, por nuk është që krijojnë problem për funksionimin e qendrës votimit. 405 qendrat e votimit janë pajisur me infrastrukturën e nevojshme, duke qenë gati për t'u çelur mëngjesin e së dielës. Baza materiale zgjedhore në KZZ numër 11 të Bashkisë Kukës është gati për t'u shpërndarë në të gjithë qendrat e votimit, proces që pritet të mbyllet deri në orën 19. Baza e materialeve zgjedhore mbërritur në Komisionin Zonal të Administrimit Zgjedhor numër 11 të Bashkisë Kukës pritet të merret në dorëzim nga komisionerët e qendrave të votimit. Kryetari i këtij komisioni Orhan Cengu bën të ditur se gjithçka është gati për ditën e nesërme sipas ligjit. Ne kemi përgatitur gjithë materialet, kanë ardhur nga KQZ-ja, ka 2 që kemi marrë në dorëzim, ne kemi përgatitur gjithë kutijat siç e shikoni edhe vetë, janë gjitha të përgatitme. Kemi përcaktuar një grafik shpërndarje për gjithë zonat e largta paraprakisht që do vazhdojmë grafikun nga ora 2. Ne parashikojmë maksimumi orën 7 darkës që dorëzimin e gjithë materialeve. Qendra e numërimit është vendosur në palestrën e gjimnazit të qytetit, i cili ruhet edhe nga forcat e policisë. Në total janë 44.535 qytetarë të Bashkisë Kukës. Cengu thekson se nesër me hapjen e qendrave të votimit do të vijojnë me monitorimin e procesit. Që son të gjithçka gati, pastaj është në dorën e komisionerëve, e anëtarëve të qendrave të votimit, sekretarëve dhe kryetarëve, të cilët marrin materiale dhe bën përgatitjen e qendrave të votimit. Nga ana jon vetëm do ketë kontroll nesër, gjitha qendrat e votimit nëse kanë respektuar rregulloren dhe ligjin zgjedhor nga ana e qendrave të votimit, sekretarit dhe kryetarit, që ato kanë përgjegjësinë kryesore në këtë qendër. Janë 44.450 votues, diçka aty gjithë rrethin e Kukësit. Janë 73 qendra votimi, kemi një qendër votimi më pak se zgjedhjet e kaluara. Në qarkun e Kukësit të drejt vote kanë 81.804 qytetarë, numri i qendrave të votimit është 139, ndërkohë që në 3 bashkitë, Kukës, Has dhe Tropoj funksionon nga një komision zonal i administrimit zgjedhor. Në ndajnë edhe pak orë nga fillimi i procesit të votimit për parlamentarët e 11 majit në KZZ numër 81 në Gjirokastër, ka nisur shpërndarje e materialeve zgjedhore për 65 qendrat e votimit të shtrira në gjithë territorin e bashkisë.
Kur në ndajnë edhe pak orë nga fillimi i procesit të votimit për parlamentaret e 11 majit, në KZZ numër 81 ka filluar shpërndarja e bazës materiale për 65 qendrat e votimit të Bashkisë Gjirokastër. Gjithë procesi është duke ecur në mënyrë të rregullt dhe sa më shpejt nga ana jonë, duke qenë që deri në orën 16:00 të mbasdites duhet të kemi përfunduar me shpërndarjen e materialeve, pasi 15 orë para fillimit të procesit të votimit duhet të jenë shpërndar të gjitha. Shpërndarja u bë sipas numrit rendor të qendrave të votimit. Sekretarja e KZZ-s 81 Bashkia Gjirokastër thotë se risi në këtë zgjedhje është tërheqja e pajisjes PEI nga përfaqësuesit e qendrave të votimit dhe jo nga operatori. KZZ-ja 81 vendosi shpërndarjen e materialeve sipas numrit rendor të qendrave të votimit, duke filluar nga 4223, e cila është qendër votimi në njësinë administrative CEPO. Një risi në këtë zgjedhje është se pajisja PEI dhe kamera do të rriqen nga kryetari dhe nga sekretari i qendrës së votimit dhe jo nga operatori i kësaj pajisje. Operatori do paraqitet vetëm ditën e votimit në mëngjes. Sipas listave të afishuara, pritet që në 11 maj të votojnë 40.510 zgjedhës në Bashkinë Gjirokastër. Bashkia e Devollit ka gjithçka gati për zgjedhjet parlamentare 2025. Në KZZ numër 73 janë të regjistruar 30.568 votues. Materialet zgjedhore janë gati për të u shpërndarë në 49 qendrat e votimit. Ndodhemi në KZZ numër 73 në Bashkinë e Devollit, ku të drejtën e votës e kanë 30.568 shtetas. Të gjitha masat janë marrë që procesi zgjedhor ditën e diel të shkoj ashtu si duhet dhe pa problematika, janë siguruar materiale zgjedhore të cilat do të fillojnë të shpërndahen nesër në të gjithë qendrat e votimit. Në këtë bashki janë në total 49 qendra votimi. Në këtë bashki janë gjithsej 49 qendra votimi, ku 12 prej tyre në qytetin e Bilishtit me 7.850 votues, 7 qendra në njësinë Progrër me 4.301 votues, 9 në njësinë Hoçisht me 5.051 votues, 12 qendra në Miras me 7.013 votues dhe 9 qendra votimi në komunën Qendër me 6.353 votues. Nën kryetari i KZZ-s numër 73, Roland Tane, thotë se gjithçka është gati dhe se janë marrë të gjitha masat për mbarvajtjen e procesit. Të gjithë qendrat e votimit janë në gatishmëri për procesin e votimit. Materialet e votimit kanë ardhur në KZZ, i kemi bërë gati për të shpërndarë në bashkisë për kompletimin e qendrave të votimit me energji elektrike dhe janë të gjitha kushtet për të kryer procesin sa më i rregullt të votimit. Janë emëruar të gjithë komisionerët e qendrave të votimit, grupet e numërimit, vëzhguesit që janë të akredituar për çdo qendër votimi, koordinatorët e sigurisë për çdo qendër votimi, janë nga dy, një nga opozita e nga opozita. Sa i takon votuesve nga diaspora, në këtë bashki janë regjistruar 3.205 persona. Bizneset në përmet qytet i cili çdo vit dhe më shumë tërheq numër të shtuar turistësh janë duke marrë masat për të përballuar fluksin e pritshëm në këtë sezon veror. Ndër masat kryesore është shtimi i stafit për të garantuar shërbim cilësor dhe të shpejtë. Bizneset e shërbimit dhe strukturat akomoduese në qytetin e Përmetit kanë nisur përgatitjet për sezonin turistik veror, me qëllim përballimin e fluksit të pritshëm të vizitorëve vendas dhe të huaj. Një ndër masat kryesore që po merret është shtimi i stafit për të garantuar shërbim cilësor dhe të shpejtë për turistët. Është gjithmonë në rritje ardhja e turistëve. Ne jemi të përgatitur për sezonin turistik, kemi rritur stafin, kemi përgatitur shumë gjëra që neve të jemi të përgatitur dhe të kemi një shërbim të duhur. Sipas Vasilaq Nikolarit, administratori një prej strukturave pritëse në qytet, fluksi i turistëve parashikohet të rritet ndjeshëm gjatë periudhës qershor-shtator. Bazuar në rezervimet e deritanishme, pritet një sezon me frekuentim më të lartë se sa vitet e kaluara, thekson ai. Kanë ardhur grupet e para
që janë të pranotura nëpërmjet agjensive turistike, por njëkohësisht dhe rezervime të shumta që unë po shikoj në platformat e bookingut B&B, si dhe turistët individual që vinë me makinat e marra me qira në Tiranë, që eksplorojnë resurset turistike të rrethit tonë. Gjatë këtij viti në zonën e Përmetit janë shtuar rreth 100 guest house të reja, çka tregon një interes gjithnjë në rritje për zhvillimin e turizmit lokal dhe përmirësimin e infrastrukturës pritëse. Një ndër atraksionet në Gjirokastër është edhe parku arkeologjik i Antigones. Me startimin e sezonit, ky sit po pret çdo ditë turist. E veçanta e këtij parku është se po përdoret edhe për piknik familjar. Parku arkeologjik i Antigones është kthyer tashmë në një prej atraksioneve më të preferuar të turistëve. Drejtori i parkut, Shkëlqim Guqe, thotë se vizitueshmëria në këtë park ka filluar të rritet sidomos gjatë këtij muaji, ku ka mirëpritur turist francez dhe vendas. Jemi në një moment kur punët tona përkojnë edhe me vizitueshmërinë. Vizitueshmëria ka qenë pothuajse ritmike në ditët e para të muajit maj, gërshetuar edhe me vizitueshmërinë e shkollave të qytetit të Gjirokastrës, të cilat pothuajse e kanë bërë Antigonen si një vatër, jo vetëm të vizitueshmërisë për interesat të historisë dhe trashëgimisë kulturore, po dhe në formë pikniku, se siç dihet, Antigonea tashmë është dhe një vend panoramik. Guqe ndër të tjera theksoi se përveç historisë dhe vlerave që ky park ka, kohët e fundit në të janë krijuar edhe sheshe për pushim dhe mundësi për piknik familjar në natyrë. Kemi krijuar mundësinë edhe për të pasur turizëm në formë pikniku për familjar apo dhe mosha të ndryshme, të cilat në çdo 500 metra në hijet e lisave, tashmë rreth 1000 siç kemi thënë, kemi edhe trapeze të cilat mund të ulen vizitorët për të treguar, për të ofruar dhe ato çka ata kanë marrë nga parku arkeologjik i Antigones. Antigonea është një ndër pikat më të vizituara nga turistët gjatë udhëtimeve të tyre në luginën e Drinos. Administrata e zonave të mbrojtura në Shkodër po intensifikon bashkëpunimin me operatorët turistik dhe strukturat vendore për të garantuar një sezon të sigurt dhe të qëndrueshëm. Në fokus të këtij bashkëpunimi është siguria e turistëve dhe mbrojtja e mjedisit. Bashkëpunimi me operatorët turistik është një nga prioritetet e administratës së zonave të mbrojtura në qarkun e Shkodrës për sezonin turistik të këtij viti. Ky bashkëpunim konsiderohet veçanërisht i domosdoshëm me agjensitë turistike që ofrojnë ture malore me qëllim orientimin e duhur të vizitorëve dhe shmangjen e incidenteve të mundshme. Kemi komunikim të vazhdueshëm me njësitë vendore, por kryesisht me agjensitë turistike, të cilat përdorin turizmin e aventurës. Sepse dim se vitet e fundit kemi pasur mjaft incidente me turizmin e aventurës dhe për këtë arsye ju këshillojmë të gjithë turistëve dhe agjensive turistike të cilët merren me turizmin malor që të kenë shoqëruar me guridat vendas, mos kemi incidente të ndryshme siç kemi pasur vitin e kaluar. Në qendër të vëmendjes së bashkëpunimit të ADZM-s si me operatorët turistik ashtu edhe me strukturat vendore është ruajtja e mjedisit në zonat e mbrojtura. Përmes një qasjeje të koordinuar synohet garantimi i zhvillimit të qëndrueshëm turistik, duke mbrojtur njëkohësisht natyrën edhe biodiversitetin e këtyre zonave. Një fokus kryesor është edhe mbajtja pastër e natyrës për të gjithë pjesën e turizmit dhe në këtë rast ne kemi bërë mjaft komunikime si me bujtinat pritëse në Alpe, por edhe me agjensitë turistike të cilat janë atë, sepse është e pamujtur që të gjitha shtigjet, të gjitha monumentet e natyrës që vizitohen nga turistët që të kemi vendet e pastrimit, se kjo do të thotë që natyrën do ta ruajnë vetë ata që vizitojnë natyrën. Për të përmirësuar menaxhimin e turizmit në zonat e mbrojtura, ADZM Shkodër ka planifikuar shtimin e zyrave të informacionit turistik. Krahas së zyrave në Velipoj dhe Theth, këtë sezon, një pikë e re informacioni për turistët do të hapet edhe në Lëpush të Këlmendit, një nga destinacionet e preferuara për turizmin malor. Bashkia Vaudejës këtë vit ka patur raste të reduktuara zjarri veçanërisht në pyje. Dhe Bishkja, drejtori i pyjeve dhe mjedisit, tregon se situata nuk ka qenë e njëjtë në rrethina ku pjesa më e madhe e zjarreve kanë ardhur nga pakujdesia.
Bashkia Vaudejës këtë vit ka patur raste të reduktuara zjarri, kjo për shkak të monitorimeve të vazhdueshme, por edhe të ndërgjegjësimit, por nuk ka ndodhur e njëjta situatë me zonat përreth bashkisë në të cilat rastet e zjarrit kanë qenë të shumta. Drejtori i pyjeve dhe mjedisit Vebi Shkjau tregon se pjesa më e madhe e rasteve kanë ardhur nga pakujdesia, pas krahasitjes së pemë vendesin zjarr për t'i djegur ato. Në qysh më shkurt kena pas probleme me djegjet. Është pjesa ku bëjnë krahasitjen e pemëve zakonisht, edhe fshatorët nuk i djegun në prunat tyre edhe i çojnë në pikat në ishme. Në të momenta kena pas shumë djegjen shkurt si s'na ka ndodhur në jetë si njet. Shkjau ka një mesazh për banorët e Vaudesit. Banorëve të gjithë bashkisë tonë, si pjesa e mjedisit si është baza, se na jena edhe si zonë turistike, se kena pjesën e Vaudejës Komon, si është në pikat më të bukura si mund të ketë Shqipëria. Ju lutem se koshat i kanë çdo njësi, çdo fshat ka koshat e vet, dhe çdo logje ka koshat. Ju lutem ta lajnë të koshat se vinë makinat e pastrojnë. Mos na fusin flakën se mundohen mi djeg për mos me pas ata, po mund të vanojnë një ditë, po ditën e dytë nuk ka koshat pa pastruar. Vitet e shkuara Vaudesi është përballur me zjarre të cilat kanë sjellë shkrumbimin e 10 hektar pyje, veçanërisht në Vigmnel dhe zonën e Shllakut. Një mjet i ri shpërtimi i shtohet shërbimit Zjarfikës në Bashkinë Korç. Ky shërbim ka një logjistik të kompletuar me 7 mjete në dispozicion, ndërsa disponojnë edhe një mjet tjetër shpëtimi të pajisur me të gjitha pajisjet e nevojshme për ndërhyrje në rast të aksidentesh apo nevojat të tjera që paraqiten nga qytetarët. Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi në Bashkinë e Korçës është pajisur me një mjet të ri. Bëhet fjalë për një mjet shpëtimi, i cili do t'i vinë në ndihmë stafit për të arritur lartësi të mëdha. Është një automjet i tipit autoshkallë, që është blerën në fund të vitit 2024 me fondet e bashkisë, që lehtëson shumë punën për zjarfikësit, për shuarjen e zjarreve në lartësi. Ka lartësim deri në 11 kate, një lartësi prej 32 metrash. Është shumë bashkëkor, prodhimi i viteve të fundit. Shumë efikas. Duke parë që edhe ndërtesat që janë bërë vitet e fundit, që kalojnë mbi 5, 6 apo 7 kate, ishte shumë e domosdoshme. Ky shërbim disponon dhe një mjet shpëtimi i cili është i pajisur me mjete që përdoren në raste aksidentesh, siç janë ato për hapjen e konstruksioneve metalike, barelat, troko për prerje metalesh e të tjerë, pasi shërbimi Zjarfikës ofron dhe shërbime të tjera, si ato të shpëtimit në rastet aksidenteve automobilistike apo fatkeqësive të tjera natyrore. Ky shërbim ofrohet që prej viteve 50 dhe zona që mbulohet me këtë shërbim është shumë e madhe, pasi në territorin e Korçës shtrihen pyje të tillë si i Vithkuqit, Voskopojës, Dardhës dhe pyje të tjera që zënë sipërfaqe të konsiderueshme toke. Gjatë muajit prill në Spitalin e Tevelenës janë konstatuar raste me COVID-19. Mjeku pneumolog Shahin Meçe bën me dije se janë rreth 15 pacientë që kanë kërkuar trajtim mjekësor. Ai apelon për kujdes të shtuar dhe mos neglizhim të simptomave respiratore. Në Spitalin e Tepelenës janë shënuar disa raste me COVID-19 gjatë muajit prill, duke rikthyer në vëmendje nevojën për kujdes të shtuar, veçanërisht në këtë periudhë me ndryshime të shpeshta të temperaturave. Sipas mjekut pneumolog Shahin Meçe, bëhet fjalë për pacientë të moshave të ndryshme, të cilët janë paraqitur me simptoma të rrugëve të frymarrjes dhe kanë rezultuar pozitiv ndaj virusit. Kemi pasur edhe këto disa raste me COVID, por janë duke u pasuar vazhdimisht. Po të gjitha ato raste që zgjasin me temperaturë më shumë se 3-4 ditë dhe që shoqërohen pastaj edhe me shenja të tjera tek pacientët. Sipas tij, vetëm gjatë muajit prill janë regjistruar rreth 15 raste që kanë kërkuar trajtim të specializuar, ndërsa pjesa më e madhe e kanë kaluar me forma më të moderuara. Zgjatja e temperaturës më shumë se 3-4 ditë duhet të paraqiten tek mjekët për marrjen e ndihmës mjekësore dhe së dyti duhet të ushtrohen edhe ekzamime të tjera të cilat çojnë për COVID. Edhe pse situata nuk paraqet rrezik të shtuar për përhapje në masë, autoritetet shëndetësore në Tepelen nënvizojnë rëndësinë e vigjilencës dhe ndërgjegjësimit, sidomos për personat më të rrezikuar.
Frika nga autizmi i ka shtyrë shumë prindër në kusht të mos e kryen vaksinimin nga fruthi për fëmijët e tyre. Aktualisht ka shumë fëmijë të pavaksinuar. Mjekët apelojnë për kryerjen e kësaj vaksine, duke u shprehur se kjo frikë nuk duhet të ekzistojë. Shumë fëmijë të moshave 1 vjeç dhe 5 vjeç që përfshihen në njësinë vendore të kujdesit shëndetësor në Korçë, ende nuk e kanë kryer vaksinimin apo rivaksinimin MMR, që i mbron nga sëmundjet e fruthit, rubeolës dhe shytave. Arsyet e moskryerjes së kësaj vaksine lidhen me frikën se kjo vaksinë shkakton autizëm, por sipas mjekëve një gjë e tillë nuk është vërtetuar asnjëherë shkencërisht. Mjeku pediatër Theodor Disho i bën thirrje prindërve të ndërgjegjësohen dhe të çojnë fëmijët në qendrat shëndetësore për të kryer vaksinën sipas kalendarit të vaksinimit. Ekziston është një problematik që ne hasemi çdo ditë për sa i përket kalendarit vaksinimit dhe sidomos vaksinës së fruthit. Jo vetëm nënat, po dhe familjarët e tjerë janë të interesuar për pjesën e bërjes së kësaj vaksine. Dhe e shohim si shqetësim për arsye sepse një numër shumë i madh i fëmijëve nuk e kanë kryer vetëm për shkak të idesë se vaksina e fruthit është një faktor që shkakton autizëm tek fëmia, pra ndalon zhvillimi psikosocial të tij. Në të vërtetë kjo është një ide e gabuar. Kërkimet e reja në shkencë dhe OBSH-ja vet e ka vërtetuar dhe e ka hedhur poshtë idenë që vaksina e fruthit shkakton autizëm, kështu që nuk është as pak problematike kryerja e kësaj vaksine dhe nuk ndikon fare mbi orientimin e fëmijës në kohë dhe në hapësirë. Kështu që apeli im është patjetër që kjo vaksinë të kryhet, për arsye sepse epidemitë e fruthit janë të paparashikueshme dhe në momentin në të cilin ato ndodhin dhe janë prezente, ky virus ka një shpejtësi shumë të madhe të përhapjes dhe pasojat mbi jetën e fëmijës janë shumë të mëdha. Sipas autoriteteve, në rast se fëmijët nuk i kanë të kryera të gjitha vaksinat, sipas kalendarit kombëtar të vaksinimit, do të penalizohen duke mos u lejuar të futen në çerdhe, kopësht apo shkollë. Kjo periudhë shoqërohet me një rritje të rasteve të alergjive stinore, simptoma të cilat shpesh janë të ngjashme edhe me ato të virozave. Me kamerën tonë ishim në qendrën spitalore në Kërcyr, ku bluzat e bardha pohojnë se më të prekurit janë fëmijët dhe mosha e tretë. Kjo periudhë shoqërohet me një rritje të rasteve të alergjive stinore për shkak të ndryshimit të temperaturave dhe çeljes së luleve. Në Kërcyr janë evidentuar rritje të rasteve me viroza dhe alergji të stinës. Mjekja e qendrës shëndetësore në këtë qytet, Entela Ibrahimi, pohon se më të prekur janë fëmijët dhe moshat e treta. Ka njerëz të cilët kanë një imunitet jo të mirë ndaj këtyre poleneve, të luleve, të gjitha dhe paraqiten rastet pranë qendrës tonë shëndetësore. Sidomos në moshën fëminore, ata vinë me bllokim të hundëve, me rrjedhje, me alergji të mesme deri në alergji të rënda. Ibrahimi shpjegon shenjat dalluese ndërsa theksin e vendos në vlerësimin e pacientit nga mjeku alergolog. Në këto raste, nënave u themi që në qoftë se ata kanë fëmijë alergjik të ruhen ndaj, sepse mund të ketë disa gjëra që janë të ditura nga familjarët. Ka fëmijë që e dinë që kanë alergji nga një polen, nga halorët, nga lulet, ata duhet të rinë larg këtë periudhë, të kenë me vete edhe antialergjikun që është rekomanduar. Kurse të tjerët që janë për herë të parë, trajtohen pranë qendrës tonë shëndetësore. Në qendrën shëndetësore të qytetit të Kërcyrës për muajin prill kanë marrë shërbim mjekësor për alergjitë stinore rreth 30 pacient. Përdorimi i tepërt i teknologjisë rrit agresivitetin tek fëmijët. Terapistja Irena Danjolli këshillon prindërit të fokusohen tek zhvillimi emocional që nga muaji 9 i jetës. Prindërit, thotë terapistja, duhet të luajnë një rol aktiv në mbështetjen e mirëqenies emocionale të fëmijëve të tyre. Përdorimi i mjeteve teknologjike tek fëmijët e vegjël po bëhet gjithnjë më shqetësues për ekspertët e shëndetit mendor. Terapistja e zhvillimit Irena Danjolli thekson se përdorimi i tepruar i pajisjeve si telefonat dhe tabletët, sidomos tek fëmijët mbi 7 vjeç, po sjell pasoja serioze në sjelljen e tyre, duke shtuar agresivitetin dhe vështirësitë në komunikim. Këto janë shkaktarët kryesorë, madje mund të themi që ka raste që kanë përfunduar në një diagnozë vetëm për shkak të përdorimit të elektronikës.
Tek fëmijët mbi 7 vjeç më pas kemi agresivitet të shtuar gjatë përdorimit të këtyre dhe gjithashtu tek adoleshentët kemi bullizmin kibernetik që kohëve të fundit është bërë problem për ankthjen dhe depresionin tek adoleshentët. Nga ana tjetër, ajo apelon për kujdes të veçantë ndaj zhvillimit emocional të fëmijës, që sipas saj nis që në moshën 9 muajsh. Zhvillimi emocional i cili fillon që në moshën 9 muajsh tek fëmijët dhe prindrit duhet të punojë me këto fëmijë. Më pas është komunikimi, zero screen time është shumë e rëndësishme, sidomos në rastet kur fëmia shfaq agresivitet. Sipas ekspertëve, prindrit duhet të tregojnë kujdes dhe vëmendje të vazhdueshme, sepse zhvillimi emocional i fëmijës është çelësi për rritjen e tij të shëndetshme. Shtimi i një mase të re në skemat mbështetëse të këtij viti për blegtorët që rrisin viça për majmëri e ka rritur numrin e blegtorëve nga qarku i Shkodrës që kanë aplikuar për të përfituar nga skema e subvencioneve. Këto aplikime deri tani janë bërë nga mbi 3200 fermerë. Blegtoria po shndrohet një nga sektorët më të suksesshëm në qarkun e Shkodrës. Kështu shprehen specialistë të fushës, të cilët theksojnë se skemat e subvencioneve që funksionojnë prej disa vitesh kanë ndikuar dukshëm në rritjen e numrit të krerëve dhe krijimin e fermave të mëdha në këtë zonë. Sektor atraktiv dhe sektor rentabel, mitet blegtoria. Shumë fermerë blegtor janë josh nga subvencionet. Tani ata subvencionet i marrin çdo vit. Janë ndërgjegjësu që duhen krerët e matrikuluara, duhen dokumentacione të tjera, duhet sigurime që është paguara e tjera dhe po shtojnë numrin e krerëve. Po shtohet numri i krerëve, po bën firma më të mëdha, jo shumë firma, por firma të mëdha. Një ndër masat shtesë në skemën e subvencioneve për këtë vit është mbështetja për blegtorët që rrisin viça për majmëri. Kjo masë ka nxitur interes duke rritur numrin e blegtorëve nga qarku i Shkodrës që kanë aplikuar deri tani për të përfituar nga subvencionet. Ne kemi fermerë që kanë marrëstrojnë viça me shumë krerë, por s'kan përfituar nëse ka munguar kjo masë në vendimin e qeverisë. Këtë vit edhe kjo masë funksionon, edhe fermerët janë të interesuar të shtojnë edhe numrin e krerëve për përmish. Ndërkohë që kanë mbetur gati 3 javë nga mbyllja procesit të aplikimit në skemat e subvencioneve për bujqësinë dhe blegtorinë, deri tani janë mbi 3200 fermerë nga qarku i Shkodrës që kanë realizuar aplikimet e tyre, shumica të cilëve kanë treguar interes të veçantë për skemën mbështetëse të naftës. Për të dytin vit në Pogradec u zhvillua festivali Rinë Art me pjesëmarrjen e 50 rinjve nga shkollat e mesme që performuan në këngë, kërcim, interpretim, art dhe sfilat. Finalja e festivalit do të mbahet më 12 maj në Korçë. Festivali i artit për të rinj, Rinë Art, është zhvilluar për të dytin vit radhazi në qytetin e Pogradecit, duke sjellë në skenë talentet e reja nga shkollat e mesme të qytetit. Rreth 50 të rinj kanë marrë pjesë në disiplina të ndryshme artistike, si interpretim, këngë, kërcim, sfilat dhe art pamor, duke performuar në qendrën multifunksionale Pogradec. Një ndër pjesëmarrësit e këtij festivali, Henry Topi, që merr pjesë për herë të parë, shprehet se arti ka fuqinë të ndryshojë jetë dhe se mbështetja e publikut është një motivim i madh për të vazhduar më tej. Fatmirësisht unë vendosa të marr pjesë në këtë kompeticion me një krijim tim. E bëra këtë sepse gjej frymëzim nga të gjithë të rinj. Të gjithë të rinj pjesëmarrës në këtë më japin një lumturi dhe një lloj frymëzimi që të ndjek rrugën e artit, sepse me vërtet arti është magjik. Arti të çon ku të duash ti. Dhe kjo është ajo që më bën mua të ndihem mirë, dhe kjo është më e rëndësishme. Nga ana tjetër, organizatorja e festivalit, Julika Gjyla, tregon se interesimi i të rinjve për këtë aktivitet po rritet nga viti në vit, duke dëshmuar se Pogradeci ka shumë talente që kërkojnë hapësira për të shprehur veten. Kemi pasur të rinj të interesuar, të cilët kanë pasur interes dhe
vazhdojnë të kenë. Shpresojmë që në vitet dhe në vazhdim të kemi akoma dhe më tepër pjesëmarrës në të tilla aktivitete. Bashkia është gjithmonë e hapur për të inkurajuar dhe për të promovuar të rinjt të cilët janë në fushën e artit dhe jo vetëm. Finalja e këtij festivali do të zhvillohet më 12 maj në qytetin e Korçës, ku të rinjtë e Pogradecit do të përfaqësojnë qytetin e tyre dhe do të konkurrojnë me bashkëmoshatarët e tjerë të qarkut për çmimet e festivalit. Shkolla nëntëvjeçare Jusuf Puka në Durrës organizoi aktivitetin Arti dhe Shkenca burojnë nga shpirti. Të shoqëruar nga këngë dhe valle patriotike, fëmijët parakaluan me veshje plot fantazi, të punuara me dorë nga prindrit, duke dhënë mesazhe dashurie dhe bashkëpunimi. Me një shpërthim ngjyrash, muzike dhe emocionesh, aktiviteti sfilata pranverore, Arti dhe Shkenca burojnë nga shpirti i shkollës nëntëvjeçare Jusuf Puka në Durrës u kthye në një fest të vërtet që pushtoi oborrin e institucionit arsimor. Të shoqëruar nga këngë valle patriotike dhe ritme të gjalla pranverore, fëmijët parakaluan me veshje plot fantazi, të punuara me dorë nga prindrit, duke sjellë atmosferën e natyrës në çdo hap. Ne kemi menduar prej 3 vitesh tashmë që këtë ta bëjmë një projekt të madh ndërlindor, që mos ngelet thjesht në kuadrin e një projekti të një lëndet vetëm. Dhe kjo ka pasur goxha impakt vitin e parë të realizimit të tij. Tema zgjedhet nga vetë nxënësit në bashkëpunim me mësuesit dhe tema e këtij viti është Arti dhe Shkenca burojnë nga shpirti. Ky projekt zbulon kreativitetin e fëmijëve. Gjatë gjithë vitit ata kanë punuar në lëndë të ndryshme për të parë lëndët shkencore në këndvështrimin e artit. Ky aktivitet solli jo vetëm gjallëri dhe jetë në shkollë, por forcoi frymën e bashkëpunimit mes prindërve dhe fëmijëve, duke e kthyer krijimtarinë në një urë të fortë mes familjes dhe arsimit. Ne shqiptarët, sidomos institucionet edukative arsimore, duhet të punojmë në vazhdimsi që së pari ne të integrojmë shkollat, nxënësit, mësimdhënësit dhe ky integrim i jonë të na shtyn drejt Evropës perëndimore. Nxënësit tërhoqën vëmendjen me punimet e tyre artistike me tematik natyrore, flutura shumë ngjyrshe, blet punëtore, lule të gjalla dhe piktura me ngjyra, uji apo gishta që pasqyronin shpirtin e pranverës në format më origjinale, duke sjellë një atmosferë të veçantë. Në një atmosferë festive në qytetin e fëmijëve në Korçë është përkujtuar Dita e Europës. Kanë qenë fëmijët e shkollës Demokracia të cilët kanë prezantuar një program të pasur artistik në përfundim të disa projekteve shkollore. Dita e Europës është festuar me një aktivitet të zhvilluar në ambientet e qytetës së fëmijëve në Korçë. Kanë qenë fëmijët e shkollës Demokracia të cilët kanë sjellë një program të pasur me këngë, valle dhe recitime. Mësuesja e tyre Raimonda Molla Ymeri tregon se në këtë ditë është menduar të prezantohet për publikun përfundimi disa projekteve shkollore, të cilat kanë edhe tema të caktuara. Ky aktivitet është në kuadër të Ditës së Europës. Jemi pjesë e platformës e-twinning dhe kemi sjellë finalizimin e disa projekteve në këtë platformë. Fëmijët kanë sjellë projektet e tyre, kanë sjellë punime, vjersha, këngë, valle. Kemi 4 tema, kemi një temë për traditat, kemi një temë për veshjet, veshjet dhe traditat e kostumeve popullore, kemi një temë për bullizmin, kemi një temë për nenën. Aktiviteti ka vijuar në ritmin e muzikës dhe këngëve fëminore, ndërsa përgjatë tij janë dhënë edhe informacione mbi Europën dhe ditën e caktuar kushtuar asaj. Ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë do takojmë në edicionin orës 21. Deri atëherë, mirupafshim.